Elbasani i përgjigjet vllaznisë dhe rigjen suksesin në kategorinë superiore. Skuadra e drejtuar nga Gvozdenovic ju imponua Teutës në sfidën e javës së 23 duke mundur me përmbysje në rezultate 2-1 në një përballje ku senegalezi bëri deputimin e tij në mënyrën më perfekte. Pjesa e parë u mbyll 0-0 me skuadrat që bën shumë pak në fushën e lojës, por pas Pjesa e parë u mbyll 0-0 me skuadrat që bën shumë pak në fushën e lojës, por pas pushimit të ndeshjes, gjërat u ndryshuan. Skuadrat rritën në ritmin e lojës në kërkim të golit dhe ajo që e gjeti e para atë ishte pikërisht Teuta me Gonçalves, që dhuroi vërtet spektakël me gjuajtjen e tij dhe rezultati shkoi 1-0 për Dursakët, por në minutat në vijim, në sken hyri Boj, që veshi mantelin e protagonistit absolut, me senegalezin që në ndeshjen e tij të parë me Elbasanin shënoi 2 herë, duke përmbysur avantazhin 1-0 të Teutës dhe duke i dhënë fitoren 2-1 skuadrës së tij. Si gjithmonë unë Elbasani, gjithmonë bukur, gjithmonë interesant deri sekunda apo minuta fundit, por ne mi merituar sot. Që s'para me mirë nga fillimi deri në fundit dhe janë shumë krenar si reagoi qunat mas gol. Sepse nuk ishte thjesht do luash pastaj ishte minuta sa 65 për shënoi Teutës, nuk kam sigurt, apo 68 me keq. Edhe qunat reagojnë shumë mirë, nuk jemi dorëzuar. 2 golla bukur, 3 pikat shumë rëndësishme dhe gjitha meriton qunat, jam shumë krenar për qunat. Pas këtij suksesi, Elbasani ngjitet në kuotën e 42 pikëve, ndërsa Teuta mbetet me 27 pikë.